ke pa që shë njerëzit e bajnë sherrin, të një provojnë me talan ty. Thu se ti je ai i cili e ke ba sherrin. A ke pa, kur jep dikujnë ato pare barq, ai nuk t'i kthen. Të një anis me t'akuzu ty që ti me demek nuk po ban saber, ti me demek nuk je nëzar për këto, i kini një këto muhabete. Ose në aeroplan, a ke pa, vjen janë edhe ullet gabim, me qëllim ullet gabim. Edhe vjen a i mu ull aty, ky përsullëri, i flet atina e qeta ta në pozit keqe, njerëzit kthehen me këshyra ato, thu se ai i ka fajet. Ama ai nuk i ka fajet. I ka fajet kë i cili unë gabim. Mirë, po çka po du me thonë, njerëzit mundohen me alon fajin gjithmonë tjetret. Thotë Allahu Azza wa Jall, ata që bajnë kësi, thumë yarmi bihi bari'an, edhe pastaj e akuzon dikani cili është i paqt, nuk ka faj. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. E ka bo gabim madh, ka bo shkelje të ranë, ai i cili e ban gjinahen, e ka bo gjysën, ai i cili e ban gjinahen, edhe ja vesh dikuj i cili është i pafaj, e ka bo komplet keqen. Allah në ruajt o musliman, Allah në baf për atyne që kur kem faj, e pranojmë që kem faj, edhe u akërkojmë njerëzve halallakun. E Allah në baf për atyne që kur nuk e laun fajnë dikujna tjetër. Allah në ruajt, ka njerëz që edhe fëmijët vetë ja lanë fajnë, e vladit vetë ja lanë fajnë. Elusëm Allahun Azza wa Jalla në baf për muslimanët mirë.